Lëkura është pasqyrë e organeve të brendshme. Nganjëherë në lëkurë shfaqen element tipik nodular që flasin për kancere të organeve të brendshme, ndërsa lëkura e fytyrës, aty ku ne kujdesemi më shumë dhe vëmë më shumë kremra, në fakt e ndjen më pak se sa trupi. Njollat kafe kanë lidhje shumë me disa ndryshime hormonale të tjera që ndodhin në organizëm. Stresi është armiku më i madh i lëkurës. Kam parë pacient e thënë në thojza që plaken brenda javës, por unë kam pacient edhe me melanom, të keq trajtuar nga mjekët popullor, dhe tani lazeri jo vetëm që s'ja ka zgjidhur problemin, por ka shkaktuar dhe disa njolla kafe. Doktoresha, faleminderit për intervistën sot dhe flasim si gjithmonë për lëkurën si një pasqyrë e problemeve të organeve të brendshme që mund të kemi. Së pari, si pasqyron lëkura gjendjen tonë të përgjithshme shëndetësore? Lëkura është pasqyrë e organeve të brendshme, është pasqyra e gjithë organizmit tonë. Një lëkurë e shëndetshme në përgjithësi flet për një mirëqenie të organizmit në përgjithësi. Ndërsa shenjat të ndryshme që shfaqen në lëkurën tonë mund të jenë shenjat e para që na bëjnë të kërkojmë për disa patologji të mirëfillta, po nga ndonjëherë edhe për një vuajtje të rëndomt që mund të ndodhë në organizmin tonë. Për shembull, cilat mund të jenë shenjat më të zakonshme që lëkura na jep kur diçka nuk po shkon mirë në trupin tonë? Disa nga shenjat që shfaqen në lëkurë kur kemi patologji ose sëmundje të brendshme janë shumë tipike. Mund të jenë në trajtën e njollave të kuqe, në trajtën e njollave me ngjyra të ndryshme, po themi të errta, në mavi, që flasin për shumë patologji të tjera. Mund të jenë edhe disa sëmundje që shfaqen në trajtën e eritemave ose të noduseve të ndryshme dhe me anë të këtyre elementeve, duke hulumtuar, neve zbulojmë sëmundje shumë të rënda të organizmit. Nganjëherë në lëkurë shfaqen element tipik nodular që flasin për kancere të organeve të brendshme, por që janë në faza shumë të avancuara dhe për fat të keq nuk janë zbuluar përpara, pra është lëkura organi kryesor ku zbulohen këto patologji. Nga sëmundje kancerogene të organeve të brendshme mund të jenë edhe element në faza më të vona të sëmundjes. Pra kur janë zbuluar sëmundjet bazë, janë trajtuar me ndërhyrje kirurgjikale, radioterapi ose kemioterapi dhe në një fazë më të vonë, në një fazë të dytë, shfaqen elementët sekondar të sëmundjes bazë, pra të kancereve, kryesisht të kancerit të gjirit, të kancerit të stomakut, të limfomave të ndryshme, të sëmundjeve të ndryshme kancerogene të gjakut kryesisht. Por, në lëkurë mund të shfaqen edhe element që tregojnë ose sëmundjet e lëkurës, të cilat në fazat të caktuara mund të përkeqësohen për arsye të një sëmundje që është zhvilluar në organizmin e këtij pacienti dhe sëmundja e lëkurës bazë shfaqet dhe është shumë më e agravuar, më e rëndë dhe nuk dominohet nga mjekimet që neve përdorim zakonisht për këtë lloj patologjie dermatologjike. Pra dhe në këtë rast neve shpeshherë zbulojmë sëmundje të rënda të lëkurës. Janë gjithashtu edhe patologji të cilat neve menjëherë sa i shikojmë e mendojmë se në trupin e këtij pacienti mund të jetë një sëmundje zhvilluar, një sëmundje kancerogene. Këtu për shembull do të përmendja një lloj sëmundje që tek ne shfaqen në trajtën e bulave dhe ky quhet pemfigoid buloz, shfaqet kryesisht në moshat e treta, por nganjëherë mund të shfaqet edhe në mosha më të hershme dhe në përqindjen më të madhe të rasteve kjo sëmundje zbulon një patologji maligne që zhvillohet në organizmin e një pacienti të tillë. Por nga ana tjetër, ka edhe sëmundje të tjera që janë të tipit të infeksioneve të rënda që japin shenjat e tyre në lëkurën tonë.
Për shembull, në qoftë se pacienti ose shumica e pacientëve në fakt që kalojnë HIV-sin, për fatin e tyre të keq, kanë dhe shfaqje në lëkurë. Shfaqjet në lëkurë mund të jenë në stadin e parë dhe për arsye të këtyre shfaqjeve, mjeku dermatolog e zbulon që ky pacient është i prekur me këtë lloj virusi vdekjeprurës, ndërsa në raste të tjera shfaqet, zbulohet, trajtohet nga infeksionistët patologjia bazë dhe në faza të ndryshme të sëmundjes shfaqen element të ndryshëm ose sëmundje të ndryshme të lëkurës, por që për atipizmin e tyre të bëjnë të mendosh se është i kompromentuar edhe sistemi imunitar. Pra, kemi të bëjmë me një HIV-AIDS që mund të jetë në faza të ndryshme të zhvillimit të tij. Po se i përket vetë lëkurës, cilat janë sëmundjet më të shpeshta që e prekin atë? Sëmundjet e lëkurës janë të shumta dhe përbëjnë rreth 4-5% të gjithë patologjive që ndodhen në të gjithë degët ose sëmundjet e tjera të përgjithshme që kapin organizmin e njeriut. Pra, në përqindje duket si një gjë e vogël, por patologjitë e lëkurës për vetë faktin e shfaqjes së tyre në lëkurë dhe impaktin e parë kanë një lloj rëndësie të veçantë në pacientin që e ka për arsye se e bën të ndjehet jo mirë, edhe nëse nuk ka shenja të tjera klinike. Por pacientët që kanë sëmundje lëkure janë gjithmonë në stresin edhe të krojturit ose pruritit, që është një ndër shenjat klinike që e acaron, ja prek dhe gjendjen emocionale dhe sistemin nervor dhe sëmundja agravohet akoma më keq. Sëmundje të rëndësishme janë ekzemat, janë dermatitet atopike tek fëmijët, ekzemat janë me qindra, tipe të ndryshme dhe shfaqen për arsye të ndryshme në mosha të ndryshme të jetës, të zhvillimit të njeriut. Mund të jenë sëmundje më të mëdha inflamatore, siç është psoriazis, janë sëmundjet që prekin autoimune, pra që janë një lloj lufte që organizmi kryen me veten e tij. Të gjitha shfaqen me element në lëkurë, në trajtën e njollave të kuqe, pastaj ato mund të jenë të sheshta, mund të jenë të ngritura, mund të jenë në trajtën e nodujve, etj. Kjo varet në bazë të patologjisë. Në patologjitë që shfaqen më shpesh janë edhe aknet. Aknet janë sëmundje inflamatore e moshës së adoleshencës, por jo vetëm. Ato mund të shfaqen edhe në fazat të tjera të jetës, për arsye të ndryshme të ndryshimeve hormonale kryesisht, por edhe për arsye të tjera mund të shfaqen edhe në mosha më të rritura, dhe është një ndër patologjitë që shkakton ankth dhe stres shumë të madh tek adoleshentët sidomos për arsye të moshës dhe pjekurisë së tyre, por edhe për arsyen e thjeshtë se kjo lloj patologjie është pak e vështirë të trajtohet, është tërheq vëmendjen tek ata që ke përballë dhe të bën të ndihesh jo mirë. Është një ndër sëmundje që trajtohet shpesh nga dermatologët, por që has vështirësi për arsye sepse shumë persona të tjerë marrin përsipër ta trajtojnë pa i njohur mirë të gjitha stadet në të cilat kalon akneja dhe duke qenë se mund të gabosh në trajtimin e një faze të caktuar, dëmton më tej pacientin, dëmton edhe besimin ose vetbesimin e tij dhe e shkatërron në një farë mënyre edhe patologjinë, por edhe pacientin. Të gjitha sëmundjet e lëkurës, por jo vetëm sëmundjet e mirëfillta të lëkurës, çdo gjë që ka të bëjë me shfaqjen e elementeve në lëkurë, në fakt ka një lloj prekje edhe të sistemit nervor qendror dhe gjithmonë është e nevojshme në shumicën më të madhe të rasteve edhe kombinimi ose këshillimi me një psikolog ose psikiatër. Kjo do të rezultonte shumë eficiente në trajtimin e sëmundjeve shpesh herë të lëkurës. Ndërkaq, sidomos tek pjesa e akneve, por edhe tek sëmundjet e tjera, besoj që stili i jetesës, mënyra si ushqehemi, si kujdesemi për veten tonë, ndikon shumë edhe në performancën e lëkurës, apo jo?
Në rastin e patologjive, do thosha që nuk është shumë në dorën e pacientit për mënyrën ose të personit që i shfaqet sëmundja, për mënyrën se si e ka stilin e jetesës. Stili i jetesës në këto raste ndikon pak, do të themi, ose ndikon vetëm në mënyrën për ta ndihmuar sëmundjen që të përmirësohet ose organizmin që ta luftoj sëmundjen, por në një përqindje shumë të vogël. Janë medikamentet ato që i shërojnë sëmundjet në fakt, sëmundjet e lëkurës. Ndërsa në rastet e një lëkure të shëndetshme, do të thosha që duket shumë mirëqenia ose kujdesi që neve tregojmë për veten tonë, në ushqyerje, në mënyrën si e trajtojmë lëkurën tonë, sidomos në pjesën e fytyrës aty ku është edhe më e dukshme, dhe tregon me të vërtet mirëqenien, por edhe kujdesin e çdo personi për organizmin e tij. Si quhet lëkura pasqyrë e mëlçisë ose e zorrve nga disa specialistë? Në përgjithësi këto janë më shumë se sa fraza shumë shkencore, janë fraza që përdoren nga persona të caktuar. Në fakt nuk është se në sëmundjen e heparit, për shembull, ka disa patologji të heparit që japin shfaqje në lëkurë, për shembull mund të japin një ngjyrë të verdhë në lëkurë, mund të japin nganjëherë disa njolla, por që janë element në lëkurë, por që nuk janë shumë të shpeshtë. Jo çdo patologji e heparit e mëlçisë ka shenja ose paraqitet në lëkurë. Ndërsa sëmundjet e zorrve nuk është se kanë lidhje të drejtë për drejtë, ato kanë vetëm në aspektin çfarë thithet nga zorët, domethënë një ushqim i shëndetshëm me vitamina, me minerale do të ndikonte shumë mirë në lëkurën tonë të shëndetshme, por nuk është se patologjitë e mirëfillta të zorrve ndikojnë direkt në pamjen ose ngjyrën ose në lëkurën tonë, duke përjashtuar disa patologji që në fakt unë në mënyrë të përmbledhur i përmenda dhe më sipër, ka raste kur kanceri i zorrve ose i heparit, pra i mëlçisë, i stomakut, mund të zbulohet nga disa element tipik ose atipik të sëmundjeve tona dermatologjike që mund të shfaqen në lëkurë. Pra nga këto raste mund të zbulohen patologji të rënda të këtyre organeve. Mund të tregoj thatësia e lëkurës një mungesë të vitaminave apo sëmundjeve autoimune? Mund të tregoj mungesë kryesisht të sëmundjeve imunodeficitare, mund të tregoj mangësi në ushqyerje, mungesa e elasticitetit dhe e lëmshmërisë së lëkurës në radhë të parë tregon mungesë të pirjes së ujit, të marrjes së ujit në sasinë e duhur që rekomandohet, mungesën e marrjes së vitaminave dhe të mineraleve, sepse vitaminat janë ato që ja japin bukurinë, i japin shkëlqimin, po dhe atë butësinë lëkurës, glow-n e saj, ndërsa të gjitha mineralet ndikojnë shumë mirë që lëkura të ruaj osmozën, të ruaj ujin në qelizat e saj dhe të mos lejoj largimin nga qelizat dhe tharjen edhe në mënyrë të dukshme nganjëherë, siç ndodh për shembull në stinën e verës, ku lëkura mund të thahet, lëkura e trupit në përgjithësi, ndërsa lëkura e fytyrës, aty ku ne kujdesemi më shumë dhe vëmë më shumë kremra, në fakt e ndjen më pak se sa trupi. Ose ajo që është ekspozuar gjatë gjithë kohës në ambientin e jashtëm, por me qenë se kujdesemi rregullisht për të, në të mund të mos të duket kaq shumë thatësia ose humbja e elasticitetit, saq mund duket për shembull në pjesë të tjera të zbuluara në periudhën e verës, kur edhe mund të vihet re eksfolimi i lëkurës ose lëkura si krunde, themin edhe që mblidhet kur provojmë turgorin e lëkurës. A mund të jenë njollat kafe ose të errta një tregues i diabetit? Nuk ka lidhje me diabetin, nuk ka lidhje me shtimin e sheqernave njollat kafe. Njollat kafe kanë lidhje shumë me disa ndryshime hormonale të tjera që ndodhin në organizëm, ose me disa produkte të tjera të cilat në kontakt me diellin mund të japin njolla kafe.
kryesisht në zonën e fytyrës, por njollat kafe mund të formohen edhe në pjesën e krave, në pjesën e qafës, në zona të ndryshme ku ne mund të kemi për shembull zona të inflamuara ose element të kuq në lëkurë për arsye të kalimit të një patologjie tjetër të lëkurës, mund të ndodhë që në kontakt me diellin mund të kthehen në të kafta. Por mund të ndodhë edhe kur përdorim kremra të gabuar ose kur marrim disa medikamente të ndryshme të cilat rrisin fotoaktivitetin e diellit në lëkurën tonë dhe mund të japin njollat kafe. Si mund ta ndihmojnë lëkurën tonë përmes ushqimit dhe hidratimit? Për të patur lëkurë të shëndetshme, duhet konsumimi i ujit ose i lëngjeve të tjera në mënyrë të vazhdueshme. Rekomandohet zakonisht që një organizëm i shëndetshëm të marrë 8 gota ujë në ditë, që janë pak a shumë janë 2 litra ujë. Megjithatë, jo të gjithë pavarësisht thonë kemi pirë, tani dhe gota varet në çmallësi do të jetë, por njerëzit nuk arrin ta kontrollojnë dot marrjen e ujit edhe për arsye të marrjes me aktivitet gjatë ditës, por do ishte shumë mirë që për të patur lëkurë të shëndetshme të merret ujë në sasinë e duhur. Pra të merren rreth 8 gota ujë në ditë. Njerëzit tani kanë filluar e masin dhe me gjysmëlitërshet e shishet e ujit, që është akoma një gjë më e mirë. Nganjëherë uji nuk është se të pihet, por duke patur një shishe me ujë gjithmonë me vete, duhet ta pish për atë se i duhet organizmit tënd. Është një, le të themi, një ushqyesi më i mirë madje. Shpeshherë pediatrit rekomandojnë që fëmijët të marrin sa më shumë ujë dhe ujë i pastër, pra jo lëngjet e tjera, duke përjashtuar lëngjet e frutave do të ishin shumë të mira, po jo në trajten e lëngjeve të konservuara ose me gaz, ose në trajten e pijeve alkolike si birra e tjerë që mund të pihen në sasi, nuk e zëvendësojnë ujin. Dhe pediatrit për shembull për fëmijët rekomandojnë për të mbrojtur nga dehidratimi në verë ose kur kanë problematika të tjera që çojnë në dehidratim të lëkurës ose të organizmit, siç janë diaret ose virozat e shpeshta, rekomandojnë dhënien fëmijës të ujit të pastër, jo të solucioneve të tjera. Ndërsa për të marrë vitaminat e duhura, unë do t'ju rekomandoja marrjen e zarzavateve me shumicë, mundësisht të gjalla në trajtën e sallatave, por edhe të ziera në avull, edhe të pjekura, por pa e tepruar që të mos humbin vlerat e tyre ushqyese. Gjithashtu do të rekomandoja marrjen e frutave, të cilët kanë jashtëzakonisht shumë dhe ato të gjitha llojet e vitaminave, por edhe elektrolitët unë i vlerësoj shumë dhe ato ndodhen kryesisht më së shumti ndodhen në zarzavatet. A ndikon stresi në shfaqjen e ekzemave, akneve apo problemeve të tjera dermatologjike? Stresi është armiku më i madh i lëkurës. Në qoftë se ju përjetoni një stres, ajo do të shfaqet menjëherë me një problem të lëkurës tuaj, në qoftë se keni problematika ose sëmundje të lëkurës, ato do të përkeqësohen. Në qoftë se tek adoleshentët për shembull stresi që shfaqet për arsye të provimeve ose të angazhimeve të tjera, shpeshherë i përkeqëson aknet. Ndërsa tek persona që kanë stres të vazhdueshëm, lëkura dehidratohet, krijon rrudha më të thella. Stresi mund të jetë stres fizik, por edhe stres psikologjik. Mund të jetë stres psikologjik për arsye të vendit të punës, por nganjëherë edhe për arsye të më të rënda, siç mund të jetë problematikat ose fatkeqësitë që ndodhin në familje, dhe që janë stres akoma dhe me të vërtet stres. Ai duhet përjetuar si stres. Në këtë rast unë në karrierën time të gjatë dermatologjike kam parë pacient e thënë në thojza që plaken brenda javës. Dhe ky është stresi, ky është problemi ose gjëja madhore që stresi mund të krijojë në lëkurën tonë. Nuk ka sëmundje të mirëfillt që shfaqet nga stresi, por ai përkeqëson patologjitë tona të gjitha, persona që kanë ekzema ose që kanë psoriaz, persona që janë me lupus ose me disa sëmundje të tjera, gjithmonë patologjitë e tyre përkeqësohen në stres të shtuar. Çfarë ndodh, nëse mund ta shpjegojmë
teknikisht nëse kemi stres në organizmin tonë. Stresi është çlirimi i hormoneve të ndryshme në organizëm. Është hormonet në organizmin tonë janë një makineri e tërë, të cilat veprojnë në bashkëpunim me njëra tjetrën. Dhe prodhimi kryesisht i kortizolit që ndodh në rastin e stresit në mënyrë të shtuar bën që organizmi ta përjetojë dhe ta shfaqë edhe në lëkurën tonë. Pra, janë ndryshime hormonale që prekin sferën psiqike, sepse dhe atje janë talamusi dhe hipotalamusi nga prodhohen hormonet dhe shfaqin plakjen në lëkurën tonë, ose agravojnë në mënyrë të shtuar problematikat dhe sëmundjet e ndryshme të lëkurës. Për ta përfunduar, doktoresha, cilat janë gabimet më të shpeshta që ju shikoni se bëjnë pacientët, qoftë në lidhje me lëkurën e fytyrës, por edhe me ato të trupit? Një ndër gabimet më të shpeshta që do ta përmendja dhe që e vëmre shpesh në këtë periudhë është drejtimi ose kërkimi për të gjetur zgjidhje për sëmundjet e lëkurës në persona jo të certifikuar dhe jo të arsimuar, në prodhimin e kremrave në mënyrë artizanale në shtëpi, po nganjëherë edhe nga persona që me të vërtet janë të licencuar për të prodhuar kremra ose medikamente, po që në mënyrë jashtëzakonisht të gabuar, dëmtojnë njerëzit duke përdorur kremrat jo në vendin dhe në patologjinë e duhur. Më vjen shumë keq që e kam konstatuar dhe që vëre këtë, por unë kam pacient edhe me melanom, të keq trajtuar nga mjekët popullor, që në fakt janë me emër në Shqipëri, por ajo është çështje ligjore e pacientëve dhe e personave që kanë shkaktuar këtë dëm, dhe për më keq që pacienti fillimisht është drejtuar tek mua, rasti për cilin po flas, unë e kam dhënë diagnozën, e kam referuar për në onkologjik, prindi nga ndoshta pak nga mosdia, po edhe duke mos dashur për ta besuar, sepse pacienti ishte vajze moshës së re, është drejtuar tek mjekët popullor. Dhe ka marrë medikamente, është keq trajtuar dhe vetëm kur e ka parë vetën në rënd dhe është drejtuar në spitalet jashtë vendit, dhe është bindur për diagnozën që unë ja kisha thënë që një vit përpara, atëherë ka ardhur dhe më ka falendëruar, por edhe kërkuar falje njëkohësisht. Raste të tilla ka plot me ekzema, me mykun, me shumë sëmundje të tjera që për fat të keq trajtohen me të njëjtin medikament dhe nganjëherë shkaktojnë dëme të rëndësishme në organizmin e pacientëve. Ndërsa raste të tjera, të po kësaj natyre, por që kanë të bëjnë me pamjen estetike, do të thosha janë gabimet që bëjnë kryesisht vajzat e reja, zonjat më pak dhe zotrinjt më pak, janë pak më të tregohen më të zgjuar, zgjedhin gjithmonë mjekun dermatolog, ndërsa tek vajzat e reja vihet re një tendencë për të vajtur në estetiste ose parukiere dhe për të kryer disa ndërhyrje që janë në mënyrë kategorike të ndaluara dhe lejohet të kryen vetëm nga mjekët ose të paktën vetëm nga mjekët dermatolog. Kjo është për të ardhur keq, por është në një masë shumë të gjerë, sa një zë si unë do ishte shumë pak për ta ndaluar. Duhet të punojnë të gjithë, duhet të raportojmë rastet, çfarë ndodh, që pastaj të mos ndodh më. Jo pak ditë më parë, unë kam rastisur në një vajzë e cila kishte probleme me rënjen e qimes, e cila i futej në mish dhe i krijonte ato papullat e vogla të kuqe që shumë persona mund t'i kenë parë, nganjëherë ndodhin kudo. Edhe në pjesën e fytyrës, edhe në zonën e bikinit, edhe tek pjesa e kofshëve, por kjo vajzë për të zgjidhur këtë problem ka vajtur në një qendër estetike për të bërë lazer. Dhe tani lazeri jo vetëm që s'ja ka zgjidhur problemin, por ka shkaktuar dhe disa njolla kafe. Një nga ato që ne përmendëm më lart se ku mund të ndodhin. Pra, njollat kafe mund t'i shkaktoj edhe një aparaturë e përdorur nga duar të gabuara. Sepse kjo vajzë duhej përpara të kishte mjekuar problemin, sepse ai është një problem dermatologjik, është një infeksion. Duhet të ishte trajtuar nga një mjek dermatolog
dhe pastaj të kryej procedura e epilimit me lazer. Kur erdhi tek mua, jam munduar t'ja zgjidh problemin, i kam dhënë këshillimet e duhura, por kjo është një gjë që unë po e them që shumë persona të tjerë që mund të na ndjekin të mos i bëjnë gabime të tilla. Prap kjo është një gjë e vogël në krahasim me çfarë dëgjojmë dhe shikojmë në praktikën tonë të përditshme, jo vetëm unë, por edhe dermatologë të tjerë. Shpesh herë vëmë re edhe zgjedhjen e kremrave nga interneti. Edhe kjo është një mënyrë shumë e gabuar, sepse që të përzgjedhësh një krem, që të marrësh diçka për ta përdorur në lëkurën tuaj, unë mendoj që duhet patjetër të ketë personi që o jep, të ketë fytyrën dhe personin përballë. Dhe gjëja më e mirë do t'ishte, sidomos kur keni problematika të lëkurës, të drejtoheni te një mjek dhe kremrat të zgjidhni atje. Këto janë disa nga gjëra që hasim për ditë. Raste të tjera kur pacientët dëmtojnë lëkurën është kur mjeku ju jep një mjekim dhe për fatin e keq vazhdojnë për vite të tëra me të njëjtin mjekim pa bërë një rikontroll ose një çek tjetër tek mjeku. Përdorimi për shembull i kortizonikëve, i kremave me kortizon që ne dermatologët i japim në shumë patologjitë tonat, rekomandohet të përdoren për një periudhë të shkurtër. Por meqense sëmundjet janë përsëritëse, pra ripërsëriten, ndodh që pacientët i përdorin për kohë më të gjatë. Dhe neve shikojmë që këta pacientë mund të kenë problematika të ndryshme në lëkurë dhe një ndër to është zgjerimi kapilarëve të fytyrës në zonat ku është përdorur. Dhe në momentin që mjeku tenton ta heqë këtë krem me kortizon, është jashtëzakonisht e vështirë. Duhet një bashkëpunim ose bashkëveprim shumë i madh mes mjekut dhe pacientit, sepse lëkura tashmë nuk jeton dot pa kortizonin, ndërkohë që është krijuar atrofi, dalja ende të gjakut dhe shkon deri në një lloj eriteme që duket sikur ke vënë i lyer me bojë të kuqe. Janë raste ekstreme, por që ndodhin në praktikën tonë të përditshme ndodhin shpesh.